dashuri që atë kemi sërish në studio në një prej rrugëve më të populluara të Tiranës, jemi këtu afër Pazarit të Ri, përballë me Neptunin. Dhe jemi me një prej miqve të programit, shumë mund ta konsideroj, Pastor Akil Panon. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kënaqësi, Al. Mirëmëngjes. Edhe për ne të paktën në studio, Pastor Akili është si të kemi një fixhan kafe. Domethënë biseda ose le të themi debati me të na shkon se ajo kafe e mëngjesit, domethënë në Shqiput, jam bëj po që të zgjon. Kjo është një mënyrë për të bërë, domethënë, falenderoj. Për të dhënë ajrin e bisedës. Tani, ndërkohë, kemi kaluar një javë ku ndoshta çdo ditë ishte më e zezë se tjetra. Domethënë, ki parasysh që një javë ku një baba vritet në sy të fëmijës për një foto, se pagoj me kalin diçka e tjetër. Po. Një klient lokali vritet se kamarir tha punon në Ekspresi. S'po i përmend hatarat se ja këtej njerëzve, domethënë ja u nxin pjesën, po feja ku është këtu? Domethënë, çfarë po bëjmë? Pyetja është permisionate, e di. Pyetja është, domethënë që të lë pa fjalë në thelb, sidomos kur drejtohet një personi që është i përfshirë me çështjet e besimit edhe të fesë për mbi 3 dekada në Shqipëri. Më tepër se sa një person i fesë, domethënë ne të ftojmë i dashur pastor si një person që flet but, qet dhe me argumenta. Falenderoj shumë. Domethënë dhe nuk kemi nevojë për zëra të ngritur, se boll ngrysemi me to. Domethënë kemi nevojë të na flasë dikush si një rob i shtëpisë. Kaq. Është trishtimi i thellë. Un kam qenë në emision televiziv, në një debat televiziv për çështjet barazisë zinore, ndërkohë që vjen informacioni live që brenda kuadrit të 2 orëve apo 3 orëve, atë pasdite u vran 3 persona dhe një person kishte bërë vetvrasje. Pikërisht brenda asaj hapësire kohore. Jemi të rrethuar nga mëngjesit ndarë. Pyetja juaj ku është feja është mos e legjitime, pra s'dua të them çfarë po bëni. Jo, ke të gjithë të drejtën ta thuash edhe këtë, çfarë po bëjmë. Në fakt, do të ishte për diçka shumë më e thellë. Një ndërhyrje kirurgjikale në dimensionin shpirtëror, moral, etik, social, kulturor, pikërisht në zemrën e shoqërisë shqiptare. Aktualisht problemi është shumë i thellë. Problemi lidhet së pari me një krizë reale dhe të thellë të identitetit dhe të mungesës së qëllimit, veçanërisht tek të rinjt. Pra, jemi në një epokë ku vlerat tradicionale, vlerat e besimit janë zbehur dhe modelet e suksesit maten me çfarë? Maten me formën e famës, maten me paran, maten me rrjetet sociale, sikur ju thatë klikime, shumë të rinj ndihen të humbur, tërësisht të humbur. Pra në oqeanin e jetës. Një krizë e thellë identiteti, disa prej këtyre të rinjve i shtyn ku? I shtyn të kërkojnë fuqi, të kërkojnë sukses, të kërkojnë famë në vendet e gabuara dhe kërkojnë të gjejnë vlerësimin, njohjen dhe identitetin e tyre nëpërmjet mjeteve të dhunshme, siç kur ndër edhe Kierkegaard ka thënë kur një person nuk njeh veten, atëherë ai kërkon që të vetë identifikohet nëpërmjet forcës. Ai nuk kërkon të njohë veten, ai kërkon një kafe dhe përfundoi një tragjedi. Ose, domethënë raste të tilla ke dëgjuar edhe me parkimin, ose pse ngërvishte makina. Për të pasur tek arsyeja kulmore, çka ke një shef? Absolutisht. Pra, ku jemi? Jemi në krizën më të thellë, jemi aktualisht si shoqëri në fund të atij pusit thellë. Po tret Qameti. Pra, ndërkohë feja nga ana tjetër ofron parime të qëndrueshme për të dalluar të mirë nga e keqja. Mirë, po kjo e mirë, edhe dallimi mes së mirës së të keqes duhet ishte bërë thelb i realitetit tonë socio-kulturor. Ku? Mësimet. Me të drejtën them, ku është feja? Ku janë misionarët? Çfarë po bëni? Duhet pres çdo ditë për takuar për të ardhur në kishun. Kjo është një punë e përditshme. Është një punë e përditshme me njerëzit. Është paduk. Është një punë e përditshme me njerëzit. Jo, në thelb kemi 35 vite. Në thelb, shikoni, në komunitetet e besimit ka jo pak të rinj, të cilët kanë dalë nga rruga e dhunës, nga rruga e drogës, nga rruga e varësive, sikundër kemi folur më parë, varësitë si bixhozi, kanë dalë nga, janë rehabilituar në institucionet e ndalimit, pra ku vojnë dënimin në burgje, pasi edhe në burgje bëhet një punë jo e vogël nga komunitetet e besimit atje, dhe kur dalin jashtë, më pas ka mundësi që ta rinisin jetën e tyre ndryshe.
Një nga elementet e tjerë që është regresiv në kulturën tonë është modelet negative që fatkeqësisht i marrim kudo, media sociale, mediat mainstream, mediat qendrore. Qartë, shiko pastor, në Bibël thuhet, e para është fjala, në fillim ishte fjala. Tani fjala po shndrohet në thik, në pistolet. Fjala ka qenë gjithmonë ashtu, pra fjala. Po shiko çfarë ndodh. Fjala është më e Në një fjalë se plumbi. Gjua kocka s'ka, por kocka thyen. Pra, një nga apostujt e Krishtit Jakobi i dedikon një nga kapitujt në letrën e tij, drejtuar kishave në shekullin e parë, një temë pikërisht këtë temën e fjalës, rëndësia e fjalës. Fjala thotë është një zjarr i vogël thotë që djeg një pyll të madh. Ne nuk njohim peshën, nuk njohim rëndësinë e fjalës. Fatkeqësisht në kulturën tonë konfliktet vogla banale, sikur edhe ju thatë, pse mpe, pse mëzure vendin e parkimit, shndrohen në tragjedi. Po pra, shndrohen në tragjedi. Pra, nga ana tjetër, është ajo që unë po ju them, pra një element i dytë për te krizës së besimit edhe mungesës së qëllimeve në jetë, është një farë mënyre komunikimi negativ që bëhet nëpërmjet mediave online, mediave sociale, mainstream media, në raport me filmimet e dhunës, ndërtimi i figurave të mbrapshta të heronjve, të cilët në thellë nuk janë heronj, po janë persona pa identitet, persona cilët kërkojnë të gjejnë identitetin e tyre dhe qëllimin e tyre të tjerës tek forca dhe tek dhuna. Në gjithë vrasje dhe problemin që ka ndodhur, si është e mundur që janë njerëz që shkojnë në kish apo xhami, luten, dëgjojnë këto predikimet për falje etj. Dhe janë po ata që pikërisht vrasin për një batutë. Pra, domethënë ku prishet zinxhiri mes fesë dhe jetës reale? Ka një hallk të prishur. Hallka e kputur është pikërisht keq kuptimi i besimit, keq kuptimi i fesë. Për individ apo klerik fatkeqësisht, të cilët synojnë që ta përdorin fenë si një paracetamol, si një qetësues, si një ampull që mund të shkosh një herë në javë për ditë premte ose për ditë diel. Si një fren. Në komunitetin e besimit. Dhe nga e hëna deri të shtunën ti mund të jetosh jetën tënde si djalli. Edhe këta klerik kënaqen me idenë që komunitetin e tyre, sallat e komuniteteve të besimit i kanë mbushura plot, nuk kanë bërë asgjë përveç se në thelb kanë keq prezantuar besimin e vërtet. Besimi i vërtet është ta vendosësh besimin në praktik në jetën e përditshme. Pra besimi në thelb synon ta bëjë njeriu më të mirë, jo më të keq. Por kryesisht unë do t'ju thoje që dhuna, vrasjet, traumat që neve kemi në shoqërinë e përditshme nuk vinë si rrjedhojë njerëzve të cilët e praktikojnë fen si duhet, e praktikojnë besimin si duhet, pra. Por vinë nga njerëz të cilët kanë keq kuptuar fen. Pra feja nuk është e ardhura në kish apo xhami. Jo, absolutisht. Feja është praktikimi i jetës besimit në jetën e përditshme, pra. Atëherë, pse duket më lehtë për njerëzit të falin për shembull një tradhti të madhe, por jo një fjalë fyese në publik. Pra, a ka krenaria më shumë fuqi se morali fetar? Atje ku feja nuk ka zënë rrënjë në shpirtin njerëzor, patjetër që po. Krenaria prevalon më shumë se sa shpirti i besimit, shpirti i fesë. Për këtë arsye Jezusi i Nazaretit na flet për nevojën e një shpirti të transformuar njerëzor, edhe vendos në qendër të besimit të krishterë, pikërisht metaforën e kryqit. Ai thotë nëse dikush do të jetë dishepull im, duhet marr kryqin e tij çdo ditë dhe të më ndjek duke mohuar vetveten. Pra, kryqi është metafora e vdekjes. Pra ti do të vdesësh nga krenaria jote, nga ambiciet e tua, nga egoizmi yt çdo ditë dhe të jetosh duke u përfshirë një kauzë më të lartë. Pra, më të lartë se sa ato interesat e vogla meskine të jetës tënde të vogël. A është mëkat kur hesh përballë padrejtisë? Një nga teologët e mëdhenj të protestantizmit i njohur me emrin Dietrich Bonhoeffer, i cili qëndroi kundër nazizmit në Gjermaninë naziste, kthehet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe vjen në Gjermani, megjithëse miqtë e tij i thonë mos u kthe, mos u shko. Ndjeu këtë vokacion të brendshëm, këtë thirrje të madhe për të kthyer dhe për të shërbyer popullit vet. Natyrisht nuk mund bënte paqe me regjimin e nazizmit, edhe foli hapur, dhe një nga letrat e tij që shkrua në burg, pra edhe materiali titullohet Letrat nga burgu. Ai ka një nga citimet e famshme atje. Ai thotë heshtja përballë skeqjes është e keqe. Mos veprimi është veprim, të mos flasësh thotë është të flasësh. Pra është pikërisht kjo që ju po thoni. Heshtja është më e keqe se sa fjalët. Atëherë kur fjalët duhet përdoren për të çuar një zjarr. Atëherë kur mesazhet duhet jipen për restauruar një marrëdhënie të thyer. Atëherë ai që bën kundërpërgjigjen, domethënë, si prisni ju
që njerëzit ju besojnë, ju si klerik fetar, si njeri i fesë, kur ju se kam ju personalisht. Edhe me mua personalisht. E them në parim. Kur askush nga klerikët fetar, qoftë në xhami apo në kish, nuk ka ngritur zërin kur i shkelet padrejtësia, kur i hiqin nga puna, kur i bëjnë. Pra, si prisni ju besim nga njerëzit, kur askush nga ju se ka ngrit zërin, po fort ama. Unë të falenderoj shumë Alo sepse që që kishja me nuk të pyetja, po drejtë. Tash do e kap. Jo, është një nga problemet kryesore që un kam me kolegët e mi. Të komuniteteve ndryshme të besimit, jo vetëm komunitetit ungjillor, protestant. Janë prishur shtëpie, janë marrë toka. A dini pse? Janë përzënë njerëz. Ku ishit ju? Një nga çështjet e mëdha pse feja hesht është lidhet me shterpëzimin e fesë. Pra, kemi prodhuar një klasë klerikale shterp, e cila në një farë mënyrë ndihet e intimiduar që të trajtojë çështje që lidhen me natyrën sociopolitike të fenomenit që na çbën të qenurit si njerëz. Pra, në thelb, kemi jo pak shtëpi të prishura nga tërmeti, të cilat evidentojmë që ende banorët nuk kanë marrë shtëpitë e tyre. Jetojnë me ato bonuset e vogla të qerave. Kemi padrejtësi shoqërore dhe sociale pafund në vendin tonë. Kemi nënat vetmuara, kemi fëmijë që janë bredhin rrugëve. Kemi probleme të cilat kanë nevojë për avokati, për mbrojtje, që më mirë se sa komunitetet e besimit asnjë komunitet tjetër nuk do ta bënte, pasi në komunitetet e tjera që mund të jenë komuniteti politik, aty ndërlidhen interesa të tjera politike. Problemi është i tillë që këtu, për gjatë 50 viteve, gjatë pushtetit komunist, është luajtur shumë me idenë që feja është opium për popullin dhe gjatë 30 e kusur viteve post-komunizëm është ndërtuar perceptimi që feja është e ndarë nga shteti. Tani më lejoni t'ju them këtë, që unë do të rokas shtetin laik dhe laicizmin në vendin tonë si strukturën më të mirë për të ndërtuar një shoqëri të qëndrueshme. Dhe feja është ndarë nga shteti, por një shoqëri që s'ka frikë nga Zoti, si mund ta mësoni? Tani kush ka frikë nga Zoti? Pikërisht, pse një shoqëri që nuk ka frikë nga Zoti ka nevojë kaq shumë për një ndërhyrje të thellë nga puna e klerikëve, nga puna e edukatorëve që lidhen me besimin. Por unë po e thoya këtë, që ky laicizëm ndërton një ditokomi, pra një ndarje, është një farë mënyrë në perceptimin publik, një perceptim i gabuar që feja është e ndarë nga shteti, pra në qoftë se klerikët apo komunitetet e besimit shikojnë një problem shoqëror, që lidhet me një administratë caktuar që qeverisë vendin, cila do qoftë ajo, e djathtë apo e majtë, nuk guxojnë të flasin por heshtin, sepse në momentin e parë që nisin të flasin dhe të komunikojnë në publik, thonë nuk mund të merret prifti apo hoxha me punët e politikës, me punët e shtetit. Nuk mund të merret feja me çështjet e shtetit. Por më lejoni t'ju them që klerikët janë barin, pra janë barin shpirtëror, janë njerëz që duhet kujdesen për mirëqenien shpirtërore dhe jo vetëm të grigjes tyre. Pra ata duhet ngërën zërin për të komunikuar dhe për të mbrojtur dinjitetin njerëzor.